Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falërimet i takojnë Allahut azza wa jalla, nëse paqja dhe bekimet e tij qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vazhdojmë sonte me lejen e Allahut azza wa jalla me dersin ton të radhës ku jemi duke i përmendur dhe njëkohësisht edhe komentuar shkaqet të i ka përmend apo Ibn Qayyim rahimahullah, e përmes të cilave me lejen e Allahut azza wa jall do të arrijmë në një shkallë që çdo besimtar e synon dhe e kërkon. Të ngritemi në shkallën që ta duajmë Allahun xhallahu ala ashtu sikur që don ai na më e dashur. Do një dashuri e zhveshur nga pretendimet, një dashuri e zhveshur nga reklamat e ndryshme dhe ato që nuk janë stabile dhe ato që nuk janë reale, por duke u bazë kështu tek një dashuri reale, tamam sikur që don Zoti xhallal xhelali. Dhe në momentin kur ne arrijmë këtë dashuri, kjo është shenjë e sigurt se neve na don Allahu azza wa jall. Nga se nuk ka mundësi, sikur që kemi përmend, nuk ka mundësi që robi me e dashuri të vërtet Zotin e tij, apo përveç se nëse para kësaj Zoti vetë ka dashur atë. Kjo është rregull që kemi të cekë në fillim. Andaj ndaj thuaj shkaqe që flasin për me dashur Allahun na, ose thuaj shkaqe që na mundsin Allahut na dëneve është e njëjtë. Nga se nëse arrin të parën e ka arritur të dytën. Po edhe nëse ka arritur të dytën e ka arritur të parën. Për këtë arsye po them se nuk është e mundshme që ndokush me dashur Allahun azza wa jall, dashuri çfarë ai don për neve. Dhe dashuri çfarë ai kërkon për neve, e që kjo do të thotë mos të ketë buru fillimisht nga dashuria e Allahut ndaj atij robi. Për këtë arsye do të thotë është e rëndësishme për ne që ne ta kuptojmë këtë që po flasim vazhdimisht se sa ku në lidhje me këto shkaqe. Kjo e para. E dyta, tek çdo shkak vëllazëni kemi folur për aspekte praktike. E jo pak shkaqe kanë qenë të shoqëruara me pika dhe nën pika të ndryshme, që nuk kupton se nëse e kemi kuptuar seriozisht këtë temë, dhe nëse është qëllimi jonë që ta arrijmë, do të thotë realizimin e kësaj teme praktikisht në jetën tonë, atëherë do të thotë duhet që krahas dëgjimit të këtij dersi ta përsëritim disa herë, të dëgjojmë disa herë dhe të shkruajmë dhe të marrim mësime praktike, duke munduar pastaj praktikisht të arrijmë atë që është përmendur. Përndryshe do të mbetet një dëshirë, vetëm një qef i cili Zoti e din, por nëse nuk i rrim gati, nuk do të kemi mundësi kur të arrijmë. Sidoqoftë ne kemi arritur tek shkaku i 9 për shkaqeve që i ka përmendur Ibn Qayyim 10, apo? Dhe ky është shkaku i fundit praktik. Do të shkaku gjitha këto shkaqe para leximit të Kuranit, dhikri, nafileja, ato që kemi thënë deri më tani, çdo shkak për këtyre shkaqeve ka përmbajtur në vetën e tij do të thotë që ka aspekte praktike. E shkaku i 9 që sonte do të flasim për të, edhe ky është një prej shkaqeve që i ka përmendur Ibn Qayyim rahimullah nga ato që na sillin dashurinë Allahu xhallahu ala. Dhe ky është ndoshta më thon shkaku i fundit. Ai i 10 që e përmend Ibn Qayyim rahimullah është i përgjithshëm. Do të thotë e ka përmendur çështje të përgjithshme që pastaj nën të renditen dhe rreshtohen shkaqe të shumta, mi pa s'ka fol për to. Për këtë arsye do të thotë shkaku i 9 që ne po flasim për të është për shkaqe ndoshta të fundit praktike që për to ka folur Ibn Qayyim rahimahullah. Të gjitha shkaqet e mëhershme, 8 më para që kemi folur, do të thotë kanë qenë individuale. Mirë, po janë të vështira. Janë të vështira që domon njeriu vetë t'i arrijë. Për këtë arsye ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah në të 9-tin, në fund e ka përmendur do të thotë një shkak që ka të bëjë me kolektivitetin, që ka të bëjë me xhamatin e muslimanëve, që ka të bëjë me vllazninë e vërtet dhe raportet e sinqerta dhe të vërteta mes muslimanëve. Nga se është e pamundshme të arrihen këto tetat nëse kjo e 9-ta nuk kuptohet drejt. Ose po them mos shkoj me mua, nuk ka mundësi, se kjo është dorë të Allahu xhallahu ala për të qenë ma sigur dhe ma drejt në ato që ka e themi, po them është shumë vështirë me arritë. Është shumë vështirë me e arritë. Andaj subhanallahu shkaku i 8 i ka 3 pika kryesore që duhet të koncentrohemi dhe të kuptojmë drejt. Ky shkak i 8 i ka 3 shkaqe tjera në veti, apo 3 nën pika, ndahet në 3
pjesë shkaku i santëm me lejen e Allahut azza wa jall. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, dhe shkaku i 9, shkaku i 9 prej shkaqeve që na ndihmojnë dhe na shpihen tek dashuria e Allahut azza wa jall është mujalasatul muhibbin as-sadiqin, të shoqëruarit me njerëz të sinqertë dhe të mirë. Waltiqatu atayibi thamarati kalamihim kama yuntaqa atayibu thamar. Dhe të vjelurit e fjalëve të mira të tyre, mua ashtu sikur që vjelen fritet e mira. Wala tatakallam illa idha tarajjahat maslahatu al-kalami wa alimta anna fihi mazidan li halika wa manfa'atan li ghayrik. Thot Ibn Qayyim rahimullah, dhe bëhu nga ata që nuk flasin, përveç sa atëherë kur janë të bindur se të folët e tyre do të jetë më i dobishëm për ta, për të ngritur në shkallët e larta apo i bën dobin do kujt tjetër. Kjo është shkaku i 9, thotë që me lejen e Allahu xhallahu ala na ndihmon dhe na shpihet tek dashuria e Allahut azza wa jall. Sikur që eceka, ky shkak do thotë i ka 3 në pika. Por para se dalim tek ato, po duhet të thonë një hyrje në këtë çështje. Tek çdo shkak që kemi fol, pe shkaqeve jemi mundu me arsyetu pse Ibn Qayyim ka përmend këtë shkak tek këto shkaqe. Është e vërtetë që kjo është vepër e mirë, padyshim, po pse kjo është futur te kjo temp? Do që të shoqëruar me njerëz të mirë, të ndanjur me ta. Pse është shkaqeve që na shpihet te dashuria e Allahut xhallahu ala? Për shkak se kanë argumente të shumta, do të në këtë drejtim. Sikur që ka thonë Allahu xhallahu ala në hadithin qudsi, wajabat mahabbati lilmutahabbin fiyya. Është bërë obligative dashuria ime ndaj atyre njerëzve që duan për hir timin. Pastaj ka thonë wajabat mahabbati lilmutazawirin fiyya. Është bërë obligative dashuria ime për ata, do të thotë që vizitojnë për hir timin. Dhe ka thonë Allahu xhallahu ala në hadithin qudsi, wajabat mahabbati lilmutajalisin fiyya, dhe është bërë obligative dashuria ime ndaj atyre që rrinë bashkë për hir timin atë. Andaj, nga kjo të kuptohet se në të ndanjur me njerëz të mirë, jo që e sjell dashurin e Allahut xhallahu ala, por atë bën obligative për ty atë. Ka se s'ka kush i bën Allahu diçka obligim. Ata që ngarkojnë obligimin me ne, por Allahu xhallahu ala për të na e përforcu garancën se kjo punë do të ndodh, thotë kjo punë është bërë për mua. Do të merrni këtë punë të kryme. Do të thotë se ti përfiton drejt nga njerëz të mirë. Dhe e dën dikën për hir Allahu xhallahu ala, çu zon Allahu xhallahu xhelaluhu apo. Me kuptimin e drejtë të shariatit, atëra kjo dashuria jote ndaj këtij muslimani, ndaj këtij njeriu të mirë, do të bën që të bëhet borx nga ana Allahu xhallahu ala që më dash ty atë. Kjo nuk ka punë e vogël. Mi për anën tjetër, ka thonë Ibn Qayyim rahimullah, të ndanit me njerëz të mirë. Njeri i mirë, do thotë, nuk është njeri rëndamt, i thjesht. Nga se sikur që kemi cekë në disa raste, për të bërë njeri mirë, apo për të bërë rob i mirë i Allahut azza wa jall, është një projekt jetësor që muslimani jeton për të. Dhe nuk është ky projekt që arrihet në një muaj të caktuar, apo që arrihet në ndonjë vit të caktuar. Jo. Por ky projekt është nga projektet e vetme që duhet me investu në to derisa të vdesësh. Pse? Nga se na mendojmë dhe e kemi kuptuar, dhe në qofë se kjo ka ndodhur atë e kemi kuptuar keq, se kush ka besuar dhe ka bërë vepra të mira, ky është njeri i mirë. Nuk ka kështu. E kush atër është njeri i mirë më skofrin qëta. Që ka thënë Allahu xhallahu ala? Thot Allahu azza wa jall: "Walladhina amanu wa amilu s-salihati lanudkhilannahum fi s-salihin." Allahu xhallahu ala thot në Kur'an, ata që bëjnë veprat, ata që besojnë, do të dëgjojnë mirë fjalën e Allahut azza wa jall. Thot Allahu xhallahu xhelaluhu, ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, të tillët do t'i futim tek të mirët. Do të thotë kandidat potencial për të futur në kategorinë e njerëzve të mirë, nuk është askush tjetër pas atyre që vazhdimisht besojnë drejt dhe vazhdimisht bëjnë punë të mira ato. Don ti e din se je të besu drejt, nga se e marr besimin tënd me Kur'an dhe me Sunet. Ti e din se je duke bën mirë, nuk je duke bën mirë, nga se e marr këtë me Kur'an dhe me Sunet. Apo, po ti nuk e din kur që ky veprim
kur kjo kandidaturë jote do të pranohet tek Allahu xhallahu ala me të futë tek të mirët apo. Prandaj të gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall kanë bërë dua që Allahu xhallahu ala t'i futë tek të mirët dhe t'i bën që të vdesin musliman. Për shembull, Yusufi alayhi salatu wassalam, në fundit, pas gjithë atyre sprovave, pas gjithë atyre telasheve, pas një jete me të vërtetë të stërmbushur me sprova dhe larg familjes, me telashe ndryshme, në fund thot. Në fundit e përmend këtë rreth që na përplasin për ta. Rabbi qad allamtani min tawil al-hadith. O Zot, ti ai që më ke hap të mira ose më ke mësuar që ti komentoj ëndrat. Fatir as-samawati wal ard. Ti ai që ke krijuar qiellin dhe tokën. Apo anta waliyyi fi dunya wal akhirah. Ti e përkrahas jam këtë dunjë dhe në ahiret apo. Tawaffani musliman. Masaj kë periudhë të gahat, sprovat shumëta që në dëshirën e Jusufit ason. Tawaffani musliman. Mundsom që të des musliman ason. Wa alhiqni bis salihin. Edhe futëm në karavanën e burrave të mirë ason. Në qëse ky njeri s'ka marrë garancë, s'ka marrë siguri, pas çdo këtyre sprovave, duke qenë pejgamberi Allahu xhallahu ala, apo dhe ka qenë dëshira e tij e vazhdueshme, e çka themi pastaj për dikon tjetër për muslimanët të thjeshtë. Dhe këtë dua e ka bërë Musa alayhi salatu wassalam, edhe gjithë pejgamberët e tjerë që është tash kjo temë e gjatë që nuk është temë jonë e sonte. Andaj po të më thonë që njeriu i mirë nuk e shpall veten të mirë, por njeriu i mirë kandidat vazhdimisht dhe troket vazhdimisht në dyert e Allahut azza wa jall. Dhe sikur si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e shpeshton të trokitrit e derës, i hapet ajo derat. Dhe duhet shpesh me kërku këtë punë që Allahu xhallahu me të futë tek të mirët ato. Kjo është për këtë hyrjes, do që kemi të bëjmë me këtë çështje, e para pse ka fut pejgamberi son po më Ibn Qayyim rahimullah këtë pikë tek kjo temë dhe çfarë do të thotë synohet me njërin e mirë ato. Njëri që i ka Allahu xhallahu ala dituri të shëndosh dhe vepra të mira dhe me kohë të gjatë, jo me një ditë e dy ditë, e një javë dy javë, por me kohë të gjatë do të thotë është stabil, i qëndruar shumë në rrugën e Allahu xhallahu ala, i cili vazhdimisht troket në dyert e Allahu xhallahu ala që ta fut tek rabrit e mirë të Allahut azza wa jall. Tjetra që ka mund të themi në këtë temë është se ndoshta për gjërave më të vështira në jetën e kësaj bote është me e gjetë mikun e mirë. Para që e kupton se çka është miku i mirë, para që e kupton çka është shoku i mirë, nuk po them me njoh njerëz shumë. Jo, ngjop shumë usha pas shumë, por shok, miq, të vërtet që me ta jam mësuar me shkon në xhenet, kjo është pipune më të vështira që besimtari sfidohet me të në kësaj bote. Posaçërisht tash kur kemi parasysh rregullat që do t'i mësojmë në vijim që i ka pranë ulemat se çysh e din ti a ky shok i mirë apo nuk është shok i mirë apo. Në thash derse praktike i shkruan edhe i mëson dhe shikon a je ti i mirë për dikon edhe a është dikush i mirë për ty apo. Prandaj do thotë me gabu shokun është më keq se me gabu punën. Është më keq se me gabu mahallën ku ki merr mua apo. Është më keq se me gabu shumë sa rrit në kësaj bote që njerëzit bajkisht shqetësohen nëse gabojnë ato. Për këtë arsye po them, është projekt i rëndësishëm që duhet njerëzit me të vërtetë më interesuar për këtë punë apo. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "El-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Njeriu do të jetë në fenë e shokut të tij. Para le të shikon çdo kush për juve se kanë pa më për shok. Thot Ibn Hajar rahimullah te komendi këtë hadithi, thot se kena hap të kuptohet se besimtari nuk duhet të jetë neglizhent, nuk duhet të jetë i pakujdesshëm në përzgjedhjen e shoqërisë së tij që ai me ta rrin atë. Nëse feja e tij është e lidhur me ta, dashur apo s'dashur. Nga se njeriu ndikon tek të tjerët, por edhe ndikohet nga të tjerët. Nuk ka njeri në fytyrën e tokës që veç ai ndikon, e askush nuk ndikon taj. S'ka kësi njerëz. Nuk ka njeri që veç ndikohet për tjerëve edhe ai nuk ndikon të dikush. Nga njerë pa vrejt ndikon, por ndikon. Andaj njerëzit në jetën e kësaj bote shkëmbejnë me vetë ndikime. Po dikush ma shumë ndikon tek tjetër, dikush shumë ma pak, mi po domosdoshmë do të ketë këto shkëmbimesh ato. Nga se njeriu është i tillë, fiton dhe ndikohet nga rrethi. A në qofë se djetarët e kam përmen se njeriu në qofë se është bari i deleve
dhe natyrshmëria e deleve ndikon tek natyrshmëria e njerit, hiç pa u shoshtuar me to, dhe pse i këshyr delet ndikon. Don butësia, urtësia, sikur se i ka thënë pejgamberi. Edhe nëse bariu i deveve ndikohet nga devet, nga morali i tyre, edhe pse nuk i ka shok devet, i run. Apo çka themi për njeriu me njeriu atëherë. Atë pa dyshim ka proces ndikimit. Nuk ka mundësi me mundon që unë jam i fortë, i qëndrueshëm, unë ndikoj te ata, pa ata nuk ndikojnë te unë. Është pa mundësi me kjo punë. Për këtë arsye do pasni një kujdes, do të ndozën që dikush po ndikon tek ai dhe çka po merr pjati tjetër atë. Qase i dërguari sa nuk e ka lidh këtë punë vetëm me dunja, as nuk ka lidh këtë punë vetëm me autoritet apo shëndet apo ku diçka, por e ka lidh drejt për me fen tënde. E feja jote është kapitali yt kryesor dhe i vetmi që me te ki mundësi me fitu xhenetin. Prandaj njeriu i mençur dhe njeriu që kupton vetë këtë punë nuk e rrezikon kapitalin e tij atë. Njeriu ka mundësi me rreziku dhe me bë prova në fitim, po në kapital nuk bën njëri eksperiment apo. Ka të thënë se buni shkoj ai, çka mbetet pastaj. E në veçantë kur ka të bëjë me diçka që nuk mund me fitu apo. Ti ke mundësi me dikush ka mundësi me koni guzimshëm dhe edhe kapitali me sakrifikuar. Pse? Se buni hupi ai pastaj e din që ndoshta ka më të tjera me fituar. Por ai që hup fen, pika e di mos i vjen më. Feja nuk fitohet, nuk mund të qel firmë me fitu fen, me shtu fen, nuk shtohet kështu apo. Andaj besimtari është i kujdesshëm, nuk bën prova, nuk bën eksperimente me fen e tij apo. Nuk është gjithkund. Erun më tepër se sytë e ballit apo. Andaj nëse këtë pozitë ka feja tek ne, kjo ruhet duke u kujdesur për shoqërinë se kush është shoqënia jote. Ibn Jauzi rahimullah kur flet për mikun, për shokun, për shoqëruesin tënd që duhesh ti më marr nga veti, duhesh ti më lajt me ta. Ai do të kon shoku dhe miku, thot Ibn Jauzi rahimullah, duhet dhe është obligativ për njeriu i cili don me përzjedh shoqërinë që ndikon tek ai. Tash do të më zgjidh njëri që patjetër ka më ndikuar të tjerë. Thot Ibn Jauzi rahimullah, duhet që ti ketë 5 kushte. 5 kushte do të mi pas shokujt i mirë ato. Apo 5 kushte duhet më plotësu te ti që ti je shok i mirë ti për dikon tjetër apo. A e kupton? Sa të këtu apo. E para thot Ibn Jauzi an yakuna aqilan. Që tjetë i mençur. Çka nuk do të ke i mençur ato? Arabisht aqil është për fjallës aqala. E fjallë aqala në gjënë arabi bjenë me lidhë diqka. Kur flidhë autor. Si kur si ka i dërguar i sasma ti njerë që kalon devën, kujtja e lërzotit. I qilha, thëmë të vëke lidhë, pasaj më pëshetën Allah në gjellë u ala. Qëka në këmë me kënë i menqën? A njëri cili, thët i Banjauzi rahimullah, ose i kuptën rëthonat apo. Dhe të ju, ose kur të sharuat e mërë veshat. Në regu, se mora veshat po lipët apo. Nga njëri shoku i afërt, apo, ai që ti më shumë ti ke nevojë me të kuptu, apo, në që sa ai të kuptan, apo, atëre, ku është prerë dhe ngushlimi njeriu apo? Pra ka prej shokëve dhe ka prej miqve, të cilët nga dashuria e pa koordinuar me logjikën dhe me mençurinë të mysen. Sikur që kanë përmend dietarët, domethënë ata të gjuhës, një shembull të hershëm, që një njeri e ka shpëtuar një ari, kemi përmend këtë shembull disa herë ato. E ka shpëtuar një ari duke qenë i vogël apo. Dhe e ka rrit. Pastaj ariu ka filluar me dashur më të madhe këtë njeri dhe e ka mbrojtur për çdo sani, në të kuptim të gërstirave, stazëve të tjera kështu më radh. Dhe një ditë ky njeri ka dalë mal me predru, dhe ariu me vete. Dhe ka ra me flajt. Kur ka ra me flajt, një mizë e vogël është sill ka koka e tij atë. Një mizë është sill ka koka e tij atë. Dhe ky miku, po mik, domthon mik pa mend. Ky mik sa i, edhe jetën e kishia për ta, po pa mend. E ka pasur kjo mizë po i pengon shokut dhe mikut e vet apo. Dhe ka prit momentin kur kenalet apo. Dhe ajo është ndal bashkë në ballin e tij apo. Ka kap një guri të madh apo dhe e ka myt mizën. E vërtet, por së bashku me mizën e ka myt edhe mikun e vet apo. Atë ka njerëz me vërtet të vetë do thotë
nuk vlen për shoqënia. Për çfarë arsye? Nga se nuk kanë gatishmëri as me kuptu gjërat e tij, por as me të kuptu ty kur ti s'arran në punë. Ose ti ki mos me koni tillë. Andaj shoku i detë është ai i cili më të vërtet i kupton rrethanat ato. Dhe kuptimi i rrethanave çka nuk kupton. Nuk kupton edhe arsyetimin ato. Nuk është mik i mirë njeriu i cili do të pret në kurth. Edhe në momentin kur ka mundësi veprimeve tuaja, fjalëve tuaja, mua dhon me 10 komente apo e përzill bash atë koment i cili të lëndon dhe dëmton ty ato. Ku është mençuria e tëra? A shikoj thash Yusufi alayhi salatu wasalam, si shembull ideal në çdo rast që na po përmendëm. Ka qenë i mençur. Momenti kur është taku me vllazit e vet aftën, edhe pse kanë dëmtuar ata, edhe pse e ka ditë qëllimin e tyre. Pastaj e ka vërtetuar edhe pas 20-30 viteve se që ka rënë pishmoni. Në pallat atje kur e ka marrë vllahun e vet, që ka vjedh, ka thonë që ashtu ka vjedhë vllai i tij përpara. Si ka rënë pishmoni hiç që kanë qenë punor, madje se mas 30 vjet ose 40 vjet kanë shtëpi vetëm për ta. Ai pingan. Megjithatë, kur ka të kalu, është kaluar gjitha çka ka thonë. Falëndërimi qoftë Allahut i cili më shpëtoi mua prej burgut, apo se ka përmend as pak, nuk e ka përmend bunorin apo. Ka se i mëshëm. Po më u përmend bunorin çka kry punë, apo nuk kry, e kam thënë këtë kaptin më u përmend veç prekën këta apo ato. Don ai që din me rujt shokun e vet, din me mbrojt, din me arsyetu. Ç'ky është njëri i mëshëm apo. E dyta, thot Ibn Xhauzi rahimullah, pas mençurisë kërkohet husnul khuluq, morali dhe sjellja e mirë apo. Pse kërkohet morali dhe sjellja e mirë? Nga se thot Ibn Xhauzi rahimullah, thot nga se ndodh që hidhrimi i teprum apo pasimi i epshit me dëmtua apo. Kanë njëri për shembull është ai më aq apo. Mirë po, vjen situata caktuar apo kur ja verbon syt epshit. Dhe dëmtohesh ti rrëdhëmisht për dëmtimit e tij apo. Andaj me kon i moralshëm, i sjellshëm, i kujdesshëm në fjalët e tij, kujdesshëm në qëndrimet e tij, husnul khuluq. E treta ka thonë Ibn Xhauzi rahimullah, mos tjetë mëkatar. Miku i mirë nuk është njëri që pa kur fargale bën gjunohe para te japë. Se duhet më rujt për i këtina. E fatë këtësisht tash tek musliman, do në mesin tonë, pa mërsisht musliman apo muslimane, qëfar do t'jem, nuk u kushtot kujdes as pak, ose po më shumë pak, këtune aspektat. Në do që në mesin e muslimanve, apo të flitet fjallë të ndyta, të flitet fjallë të këshia, të flitet fjallë, po flasë për shokës, po flasë për të ngjafshëm musliman. Dhe fatë këtësisht, duke hezitu me i thonë që jo, ose duke hezitu dhe munda për ti, apo bëhet a ingjërimi kësë shoqënia. Dhe në momentin kur ti nuk flet kështu, ose në momentin kur ti nuk bën kështu, bëhesh automatikisht i përqeshur, i nënçmuar, i pa kuptuar, i prapambetur kështu me radhë. Andaj miku duhet njëri që të ndihmon mu pasur për gjunohata. Jo njëri i cili të nxit në gjunohata. Për shembull, vjen një rast në punësu dikon, ose vjen një shans diçka, ku edhe ty li fare gjëra ndryshme nga jeta e përditshme. Edhe kush duhet me thonë ti kifri ka Allah ndalë, kush që i shoku që ti e ke zgjedhur me shku gjëra me të bashkë. Nësa i thëtë, o vlla, këtë për bojnë qështu, qëka kime boti? Në të kuptim që përdo me të bojnë mirë, kjo është edhe ahmak, nuk është i meqën, kush në parë se pa plëcu, edhe dyti është fasët, gjuna hëqarë, ka se po të nëzit gjuna ato, në rujë për i ti ato. I mirë është që të në gjithë në kadalë. Mosin këtë punë, për shka këtë rogës ato, të ke punë e dojmë temën për gjystë, veç mosin haram, që si kur nëse gjonë rujë sytë e balet ato. I si të runë pi haramit, edhe pse është i gatshëm me do kafshat me gojës me ty ato. Thash vështirë me gjithë se ato. Apo? Pa ne përdo që kur të gjojmë nuk duhet me të shuk Allah ato. A ne duhet më kujdes që shoku dhe miku që ti e ke përzirë, që tjetë i afërt të jetë, apo ti i afërt me te, që të konsultohesh për punë të të dunjat të ahiretit me te, duhet tjetë njeriu që pa dyshim mëkati për te është gjë më e madhe ato, në kuptimin negativ. Nuk nëzit kur, përkundër i qërtan, të ndalë, të ka përdore, nuk len me ranë gjuna apëta.
Po çfarë është një shoqëri që gjithkush e shpreh ka i gjunat veten, apo kjo ka bëu ato, kjo ka bëu ato, pastaj kishit me këto gjuna, po çfarë shoqëri është kjo? Çish ki mundësi me këtë shoqëri më përmirësu kur vallahi. Madje atë pjesë të përmirësuar që ki me e prish ato. S'ki mundësi më përmirësu me ta ato. Ti ki mundësi të mi pas në gjafshëm, ki mundësi me ta me shkëmbry interese saktuar, të vijnë kanë me të kryejnë punë, kjo s'pazan për të punë, s'është kjo haram. Kësi mund pas kësi në gjafshëm. I po jo me pas kësi meq, e kësi shok, se besoj që është e qartë dallimi mes fjalës sa të kam gjafshëm dhe sa kam shok edhe meq apo. Andaj meqtë tu nuk duhen me kon mëkatarët. Ato janë mëkatarë, po flas mëkatarët që me lehtësi bin gjunahe, mëkatarët që me mburje bën gjunahe, mëkatarët që skuqet hiç me bën gjunahe para të jetë. Kjo është turpo. Turpo që musliman më nat rrugës e pastaj kur të kalon dikush që duhet më ulë kimin apo fillon me fol për të që po kalon, e duhet më filluar me kesh, me ato fjalë me ky miku jam ato në shkon xhenet. Me kësaj nuk mund të shkon xhenet apo. Njëri që e ka moralin e keq, e ka gjuhën e keq, me to smush me pas me kapë. Edhe të qofse i tillë smush me kon me kimi për dikon, kurrë me kurrë apo. Njëri që gjithmonë për gojan, gjithmonë në çman, gjithmonë për buzë, s'ka mundësi me kon miku i ato. Gjasa ngjyrimi i tij është mëkati. Dhe ky njeri do të thotë aq thjesht e ka mëkatin, saqë në qofse me lehtësi dikush e bën mëkatin për veti, ai edhe me ma tepër lehtësi të nxit ty ato. Apo, nëse një njeri e ka t'i kalu marrën me bënë gjuna, apo dhe letë e bënë gjuna, ai pastaj sa përket ty, edhe ma letë nxit ty ato, se e ka pas për veti. Kur e ka shtirit në vetë në gjuna, për ty mos e ka gale ato. Ma djetë nëzit. Dhe sa ndëgjojmë rastet të ndryshme të njerëve që e kanë shkatru jetën gjunahe, qoftë mashka apo femra, që kanë ndjekë rrugën e gjunaheve, rrugën e amoralitetit, rrugën e rrezikave ndryshme apo zakonisht do të tillët kur të rrëfehen për të kaluar në tyre, kur të rrëfehen për jetën e tyre, zakonisht ti e sheh se piknisja e kësaj rruge ka qenë shoku i keq apo shoqja e keq apo. E kanë nxit, hajse s'ka gale ato. Sa fatkeqësisht femra kanë rënë në amoralitet për shkak se shoqet që i kanë pas, duke besuar tu i kanë tradhtuar dhe i kanë thënë tek ku nuk duhet ato. Hajse nuk ka gale, hajse po dalën pak, duhet pak me dal, pak me marr frym, pak më kënaq, pak aty derisa e ka hik, marrën, pastaj e ka prish ato. Pastaj sa i është bëm i nxirr syt ose mirë po, piknisja ka qenë tek mos përgjithja e shoqënisë së duhur ato. Edhe plot njerëz që kanë filluar me hinë gjunat, çfarë do të qofsh ato? Qoftë për shembull kur e kanë me pi cigaren, me pi alkoolin, me dalë ndoshta me të gjinis tjetër haram me boks më radh, e vren se nuk është ai që kanë nisë këtë punë apo. Zakonisht karon shoqëri pastaj ata e kanë quajtur atë. Edhe ata që vjedhin, edhe ata që plashkisin, edhe ata që keq ka bojnë. Do thotë e shes se piknisja e rrëfimit të tyre jetësor ka qenë se ka rënë në shoqëri që këtë punë për të thjeshta. Si me hungur diçka të thjeshtë ka me vjedh dikan ato. Dhe ai pastaj ja ka lecu këtë, ja ka bërë të lehtë. E ka pastaj ka rënë këtë gjuna apo në atë gjuna. Pra si po them që shoku i mirë, shoku yt i joti, miku yt, nuk bën me kon gjunaqar. Ta dikush po hoqja ka pa gjuna, s'po thon pa gjuna hiç, se njerëzit mi po mos me kon gjunaqar i llojit që se ka gale gjunajn, mburret me gjuna, larg asaj, të nxit mëkat, nuk nal kur do të më nal. Që ky ai është që s'bën me kon shoku yt apo miku yt apo. Dhe kjo është i tretë, i katërti, thati Ibn Xhauzi rahimullah, nuk bën me kon shoku yt, nuk bën me kon miku yt, njeriu i cili është i zhytur në bidate, në risi, bidatiu. Ti që do thotë se ka gale, a është kjo sunet, a nuk ka sunet? Se ka gale. Hajtë se e kanë bën njerë, hajtë se nuk ka gale atë. Kjo nuk është miku yt apo. Po ngjafshëm me pas raporte për shkak interesit dinit të dunjas me pas të sprish punë. Mi po jam të fol për Mekë dhe për shkak nuk bën me kon bidatiu atë. Në veçantë ata që kanë defekte bidateve në akide, në besim, si kanë punë të qarta në akide, këta janë mishët të tua. Dhe duke vazhduar pastaj deri tek bidatet më të vogla që janë ato. Dhe i pasti që nuk bën me kon shokut është njeriu që e lakmon dunjan shumë ato. Thati Ibn Xhauzi rahimullah, e ka për obligim besimtari që të largohet nga të shoqëruarit e atyre që me këmbgulje kërkojnë dunjan ato.
çdo mohabet sa të me ta, apo çdo mohabet sa të me ta ka mohabet dunjaja. Çish me bëj çikash, e çish me marr çta, e çish me ble çta, ti po kia i për shembull apo jeni mohabet tash 10 ditë të dhulhijhes, apo ty të vin miku me bëj dert, çish me shtu ibadetin, çish po nimum, të vin mik me shkëmbyksi. Me shkëmbyksi interesat dinit, ta hiret me ta aftën. Të ti fol për këtë punë, e thot, leve shpak çto po e kompani një kërë, një telefon, një altini, që ati që ka pa aftën, e ata është i duhet se ti musil muhabetet. E kum pa një fistan, e kum pa një unaz, e kum pa një... Sa ju s'bëm që të hamë për të muhabet, aftën. I po, shoku dhe miku ujtë, aftën, apo nuk është aj që insistan këtë muhabet, aftën. Njëri që do të thëtë, së një bënë dy lave për fejme të aftën. E ka fatkesish plët njerës t'il, aftën. Janis me bo një dertë për ahiretin tënë, me bo një dertë për gjunahin tënë, janis me bo një dertë për ambisë të tuja për më ngritë, aftën. I pari që ti thënë këto ambisë është që i shukujt, aftën. Hajtë dhe ses, qëfar e ka tjera, aftën, po ti ngëmë, që shpja përme se punë që e lem me shku atja, aftën. E kështë me radhë. Në kësë shukujt, aftën, në ka komi këtë, aftën, vëllaj. Në të me ka që ndihmon punë të mira, aftën. Në punë të mara, që në kam su Allahu Gjelle Wala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Të ndihmon e punë të mira dhe punë të mara, që muhabetet tona, udhimet tona, neja tona, sa i, duhet me konë e sa'a fe sa'a, pak ashtu, s'po thonë, duhet kanë me zbut, duhet ka pak, kanë nështë me, po thonë nga një herë, e pa jo që tanë kuha me konë që është ta, jo me ndu me dikon që kënet me ta, po ka një muj kënet me ta, edhe nuk manë men, qëfar do bje ke përvitu, ose kur tu ka shtu imani me ta kur kënet ato. Ky nuk bën me konë shku këtë mikujt ato. Andaj këtu e në 5 kushte, që ka përmen Ibn Gjauzi Rahimullah, të sa duhet që tjenë të përmledhura të kështu këtë të mikujt ato. E para të ti menqër, e dyta të jetë, që ka thëmë? E para të ti menqër, e dyta do thëtë që, të jeti moralshëm. Mos jetë e treta, mos jetë me katarët. E katërta, mos jetë bidaqia dhe pesta, mos jetë nga lekmitarët e dunjasë. Këto 5 kushte, para se me lypë të tjetëri, ti muna me i bërë. Nga se qysh kërkon ti me pas shok mirë, edhe i tjeti kërkon me pas shok mirë. Andaj bënë i mirë për t'i kanë, dëbohet i mirë dikush për t'i jopë. Kjo e regullë. Andaj në qofë se ti insistan, që ti je shok dhe mik i mirë për dikën me këto rregulla, dije se vallahi Allah ka me zatet në ato që edhe ai s'e me koni tilla. Edhe ai s'e me koni tilla. Sikur se ka thënë Allah Jalla wala, at-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabithuna lil-khabithat. Të mirët janë për të mirat, edhe të fleshtit janë për të fleshtat ato. Njeriu i mirë jep Allahu rrezik gruan e mirë ato. Edhe gruaja e mirë, ja bën Allahu rrezik burrin e mirë atë. Edhe burri i pandershëm i keq, ja bën Allahu rrezik gruan e keq atë. Edhe e kundërta atë gjithashtu atë. I bashkon Allahu Xhella Wala mes vetë, njerëz. Ka përjashtime për sprova, që mos të marrën këtë rregull të përgjithshëm, ka përjashtime për sprovë. E po zakonisht që ky rregull funksionon në mesin e njerëzve. Pastaj Ibn Gjauzi Rahimullah thotë, duke pas parasysh këto rregulla, dhe duke pas parasysh rëndësinë e shokut të mirë, e kuptojmë drejt, do thotë, fjalën e selefit, fjalën e dietarëve të mëhershëm që kanë thonë, do të mëhershmit, shtone sa më tepër shoqërinë me besimtarët, nga se çdo besimtar ka shefat ditën e gjykimit atë. Andaj dobia me këta njerëz të Ibn Gjauzi Rahimullah nuk ka vetëm në dunja. Nuk ka vetëm në dunja që ti mëson për tyne, ti përfiton për tyne ato. Nuk ka vetëm në dunja ato. Po dobia shtrihet pastaj edhe në ahiret, yawmul qiyamah. Ndodh që s'kon me vepra që duhet. Ndodh që s'ke mujt marrë që duhet. Sa i në aspektin e jashtëm ke ikoni mirë, po mbrana ndoshta s'ka pas sinqeritet të duhet, s'ka pas frikë sa duhet, s'ka pas dashuri. Këto sare që llogarit kanë bëu që me kon atje ku nuk duhet me kon ato. Atër dhe këto intervenon miku i mirë ato. Wallahi gjinin momentet ma të nevojshme, ma kritike për ty njëtën tona, gjinet miku dhe vllai i mirë ato. Dhe gjene këtë hadith, dhe që wallahi kush e nin këtë hadith, që
E transmeton Ibn Majah në Sunenin e tij, ndërsa Sheikh Albani thotë se hadithi është sahih. Ky hadith, vallahi, mos më kon hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk është pas guxim kur me menuar se çfarë ka menduar Yawmul Qiyamah. Jo më e thon, po s'kishte pas guxim ti me besu ose me menu se diçka e tillë do të ndodhë Yawmul Qiyamah. Po është hadith, dhe e besojmë se ka thënë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtë hadith për ta kuptuar rëndësinë e mikut dhe shokut të mirë, e shoqënisë së mirë, e vllaznive të mirë, e motrave të mira, me zveti që shoqërohen dhe i plotësojnë këto 5 kushte që ka pranë Ibn Xhauzi rahimahullah. Dëgjojmë çka thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Idha khallasa Allahu al-mu'minina min an-nari wa aminu." Kur ti shpëton Allahu besimtarët nga zjarri dhe bëhen të sigurt. فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e polemizon ndokush për juve shokun e tij në dunja për hakun që e ka më rapt dhe më këmbgulës se që polemizon besimtari Allahun Yawmul Qiyamah për vëllezërit e tij që kanë në xhenem atë. Kjo e po besuar më shkam. Wallahi se ne besojmë se hadith me kon. Ti thuaj dikut, atë kujtohet ti këmë dhon, që ty na kon, ai që më dikon që shtet ti atë. Se ki hak është me ty. Çuçi polemizon ti një njeri që apo ta ka mohon një hak e tjetrin që ki hak apo. Çuçi polemizon ti atë njeri. Nuk ka argument pa shpalos. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ma këmbgulës e polemizojnë Allahun azza wa jall, subhanallah. Besimtarët për vëllezërit, për miqtë e tyre që kanë shkuar në xhenem. Çka i thon Allahu azza wa jall? Yaquluna, i thon o Zoti jon, Rabbana, ikhwanuna, vëllezërit tonë këta. Kanë yusalluna ma'ana, me nevu falshin, çysh xhenem. Në saf me nevu janë kon ata. Pa në këtë polemik me thon Allahu xhallahu ala. Mi kush e thot ato? Çaj që në saf me ty, ai që s'vjen saf me ty, çfarë thot ai? Ai s'ka pa në saf kur, çysh është e hora ti Yawmul Qiyamah ato. Ne s'bën me kon miqtë tu ata që s'vin saf me ty ato. Sen ta miqtë tu. Ata që nuk vinë saf me ty, nuk janë miqtë tu apo. Nga sa as nuk mund me mbrojtje Yawmul Qiyamah, me thon u falshin me neve se s'un fal me ty në saf. Pa as ata nuk mund me të mbrojt ty me thonë që u falë keme neve se s'kam pa kur ata. Andi thënë Rabbana, thënë Zotë jonë, o Zotë jonë, kanë ju salune ma'na, o jesumune ma'na, në gjinëshim bashkë niftar shkëshim, bashkë bëshim i badet në Ramazan, bashkë në konë një tikaf, bashkë në konë. O kanë ju hujgjune ma'na, me neve bëshin haqë, e majnë men një Arab në Rafat, bashkë bësha dua me ta. Bashkë në konë Muzdalifa apëta. Ai vallahi subhanallah, njëri sajnë me një të mirë, njëherë bëne me bo haqë apëta. Ose njëherë me konë me njëri të mirë dikun apëta, njëherë apëta. Që s'paku me ju kujtu ati që kënë njëre Yawmul Qiyamah me bo shefa për ty të Allahu Gjelle Gjelalu apëta. Që kërë këtë polemik, këtë këmgullet të njerëzë për Allahu Gjelle Ala, atërë thënë fetëkhel të humun nar, o Zot me neve u falshën, me neve agjerajshën, me neve bëshin haqë, e i kishtin gjehnem. Atër Allahu Gjelle Ala qëka i thëtë atër? Thëtë idhebu, shka një gjehnem? Fa akhriju men araftum minhum, nëzirë një krejt ata që i kini shoka. Wallahi kjo është e madha. Pa në me thënë Allahu Gjelle Ala, apo thush që e ki shakti. Kjo nuk është që Allahu Gjelle Ala e në gjykim ti thëtë mos këm kabul, e ka saj. Allahu Gjelle Ala do të thëtë e të toleran që të anullohet vendimi i ti, i sakt dhe i drejt, për hatër të një besimtari që ka pas një shak për hitë Allahu Azza wa Jalla, që ka pas një motër muslimane e ka dosh për Allahu Azza wa Jalla, atë një vëlla musliman që ndosh për Allahu Azza wa Jalla. Mirë, unë e di që si mbas gjykimit tem që njëri në xhenem do të më shkua, se ka meritu s'ka vepra. Ti po thush s'bën me konç atje. Shkon zero pra. Allahu akbar. Shikoj këtë polemik, po kush guxon me fol Allahut kështu apo? Kush guxon me fol kështu apo? Që Yawmul Qiyamah pejgamber kanë me hezituar apo?
A kanë me shku tek ademi me i thonë, shka fali Allahut, le t'vjen e gjykan. Sa të zguzaj me i fol, se është hidhnu, sa të hidhnim, kur së është hidhnu kështë Allahu xhallahu ala. Zguzaj me i fol për kush? Shkojnë tek Nuhije, tek Musa, tek kush i guzon me i fol ata? Si kush e thëtë Allah në surën Taha, wa khashatil aswatu lirrahman, fala tasma'u illa hamsa. Janë për ullur të gjitha zërat për Allahut, dhe nuk ndëgjon ti përveç se shushurimin e këmbëve të tyre. Kush guzon me i fol atij yawmul qiyamah? Ty të apat guxim. Ose ati shoku tën. Për çfarë arsye e jep këtë? Për shkak të miqësisë që kena pas në emër të tij apo. Veç për çfarë? Ata thot idhhabu. Shkoni. Akhriju man araftum. Nxjerrni krejt ata që i njihni ato. Krejt ata që i njihni ato. Atëra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fayatunhum fayarifunhum bisuwarihim. Vin xhenem edhe i njohin në bazë të ftyrave të tyre. Wallahi shan xhenem ka djegët. Para në subhanallah me pati dikush po djen apo ti je në gazet edhe po djen zgatë dora. Heckat. Sa çka jap ti për nisimi në dynjë apo? Krejti jap apo? Në dynjë se kupton të vlerën e tij apo? Wallahi, yawmul qiyamah kupton kur të qenë Allahu xhallahu ta zgjat dorën. Dil pikë apo? Allahu na bëu që na me nxirr të tjerë apo? Ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu an-naru suwarahum, nga se zjarri nuk u aprish ftyrat e tyre apo. Faminhum man akhadhathu an-naru ila ansafi saqayhi. Ka për tyne që ka arrit zjarri i xhenemit deri te guni i tyre apo. E sheti në xhenem Allah ka djegët apo. Para mëna. Wa minhum man akhadhathu ila ka'bayhi, e për tyne ka që deri te zogu i komës fayukhrijunahum, edhe i nxjerrin kejt me xhenemit apo. Pastaj thonë ata besimtar, Rabbana, o Zoti jon apo. Akhrajna man qad umirna. I kemi nxirr të gjithë ata që jemi udhëruar me nxirr apo. Ne i kemi nxirr këta. Pastaj thot Allahu xhallahu ala apo. Mirë, ai nxjerr ata që ngjoftet po apo. Mirë. Tash janë të tjerat në xhenem, që se u kanë ditë ju e vlerën apo. Akhriju man kana fi qalbihi waznu dinari min al-iman. Nxjerrna çdo njeri që sa një dinar pare e atësit, që euro, 2 euro, që është të madhër. Qashë në që se ka iman zemrën e ti në zërnat. Pa në kush ka ishte aj që të ka shajt, e të ka ofendu, e të ka akuzua, të ka thonë, po paguash për shamije, po paguash për të, po ka pas iman e se ka më hu. Po për jep që ti ka thonë këta punë, se ka më hu del për i feje, po ka pas iman. Ose të ka shajt, se po falit shkutë, se po bënë kështë të apëtone se. Ha? E shkoni thushi, zgata apëtone. Dilet i piktu vitë. Nderimet e Allahut për robët e tij të vetshëm. Pastaj thot pejgamberi thumma man kana fi qalbi waznu nisfu dinar. Ai nxjerr ata që kanë pas kanë dinar. Dinari është parë e arit që kanë pas arat në atë kohë. Ai nxjerr po, e tash kanë nxjerrën ata që kanë gjysmë dinare kanë veçantë. Pastaj kur ti nxjerrin thot tash kanë nxjerrni edhe ata që kanë sonë cop gruni iman zemrën nxjerrni për aty. Kush e bën këtë nxirje vëllai? Kush? Që ta që kanë çdo 5 kushte. Që ta i ndërron Allahu xhallahu ala me shku në krizën më të madhe jetësore. Vallahi kur njeri s'ka mundësi me kon krizë. Çfarë do kofte kësaj bote apo? Qoftë permanent çfarë do le krize, me kon flak në shtëpi ka djegët, me kon termet, me kon vulkan, çka do me kon? Dhe janë gjithë dorën me pështu apo? S'ka mundësi me kon këtë dunia njeri kur në krizë më të madhe se vallahi ai që ka rënë krizën e dënimin në xhenem atë. Që ta njerëz vinë me lejen e Allahu xhallahu dhe nxirrin atë. Prandaj vllaznia atë. Kjo është rëndësia e kësaj, që të insistojmë në shtimin e njerëzve të tillë atë. Andaj ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu, dhe ka thonë Hasan al-Basriu, ka thonë shtoni numrin e besimtarëve nga sa ata bëjnë shefat ditë në gjykimit për juve. S'ka çfarë pa shpëtuar dikush apo. Ja ti ki për të, ja për ty. Nuk del jashtë çaty në atë. Mundësia për shefat. Nëse Ibn Qayyim rahimullah kur flet për dobin e shoqëruarit me të mirët apo, ose në veçantë me njerëz e dishëm. On ti e keni vëlla musliman para te u hini sta. Ka lezuar më shumë, ka marr pjesë ndërse më shumë apo
E ti ki qef me nejt me ta, për shkak që me fitu për ti për dijes ti që e ka aftë. Ka mësu me lezu Kur'an, ti s'ke mësu me lezu Kur'an. Rrën me ta, dhe me mësu Kur'an për ti e pa. Aj me lezu. Po aj tani, të mësan dhe të gjvit, mësan me lezu Kur'an, mësan me kënu Kur'an, mësan akidet, mësan... Kështu me radhë. Thot Ibn Qayyim rahimullah, dobija e shoqërohet me njërin që din ma shumë se ti. Sër këvi djetari, o din ma shumë se tjetër. Është, thot, dobi e madha. Po i përmenim 6 për i ty njëpëse. Parët kënë 5. është të thashtë të derë se nuk kënë me ngu njërë me shku të shpijatë. 5 kënë të parat për shokën e mirë. Ta shënë 6 këto, qëka duesh me pri ti për njërit që për ti ke vendos me mardijen ato. Ka shumë më rëndësishme. Unë e du me mësu për ishti vlau musliman. O du me mësu për ishti hoxha. Apo, qëka presën e për ti në apëta? Qëka duesh me prit për njërit që ke vendos për ti me mardijen ato? Që që Ibn Qayyim rahimullah, se këto fjallë të lemave në ato. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimullah. Dobija e parë dush me marrë është se ai të banë për dyshimit në bindje. Po një kundërta. Nëse ne ki sakt, apo bindje ki, për bindje të bënë sybeli. Apo, të sa mirë e konë të bëj badet me një vepër e ka pasu sunet me një punë, ai vjen, do mënë, të bënë dyshim. Që të për bindjes në vëzvese. Jo, okay. Po ki dyshim për një punë, se ki qartë një punë, apo dëban prej dyshimit, dëban në bindja e para. E dyta, thot Ibn Qayyim rahimullah, dëban prej syfacis në sinceritet ato. Këtë në tema në vete që kam punë me i kazuat. Po që për i kazuat dobit për me lakmu e pasë, do thonë na ka njëri t'il që na mësën që të punë ato. Dëban prej dyshimit në bindja ato. Dëban pej syfacis në sinceritet, apo jo e kundër të. Thot Ibn Qayyim rahimullah, dëbarth pej hutis në përkujtim. Pse? Se sërtish me të ta kutën Allah në gjellë u ala. E jo dhe që ta pak dhikër që e ke bo dikur, kurrim me të se bëna se ta muheqa. Jo, lërga sa ato. Ka njerë që kurrim me ta, apo fatkecisht po thamë. Allah mas të boft, asë kom për tyne, dhe ata që janë Allah i përmirësoft. Mirë po, është problem kurrish me dikën me bo dhikër e sabatës të akshamit ato. Se s'jep afat, s'jep ras me bo. Du është tu e ngu ata me bo dhikri si qpejt, se të shkan dhikri akshamit ato. Ose harran sunetin me falë, të nejt me ta apëta. Kë mund me vli për gjithë shka apëta, për jo me këmë bërimi dijes për të jepë. E katër të thot Ibn Qayyim rahimullah, kë njëri dëbart, do në thamë dëbart nga dyshimin bindje, nga syfatsia në sinceritet, nga hutia në përkujtim dhe në kujdes, dhe e katër dhe Ibn Qayyim rahimullah, dëbart nga lakmia për dunje në lakmi për ahiret ato. Ta dëpson lakmi e dunjas, bërë me lakmu ahiret ato. E pesta, dëbart min el kibri ile të wado, nga mendimasia që si mësu, me ta prisha s'koshve, dëban të këmodestia, ta mëson që modestia, se din që modestia. Dhe e gjashta, min suit të uje ile nësiha, të mbart nga të bërit hor, me të mrashme në keq që ki, të këshilla e mira. Din që shme të përmirësu, apo din që shme të regullu. Dikush, për shembull, ti e ke kajt një dert, e ke kajt një problem që e kia, apo edhe do në vend se me shëndru këtë nasihat që shduhet, nuk din. Qa ban? Shkan thët, o vlaznia për, që në ti një mund t'i vlau se kish problem, për shembull, a i do në ta qetë faqën e zezë, me zi me t'bo nasihat. A në këtu gjasht, pritën për njeriut i cili do të tëtë, pritën për ti, që ti do me marrë për ti dhije. Mirë, këto pritën për ati që do me marrë për ti dhije. E qka pritit për meje, në që se takona me ta, që qëfar regullë. Nga se ka obligime ndërsjelta. Unë e thash, ato 5 parat janë, ose ti bënë për ti kanë, apo, ose lëpit e të që ti kush për ti për kështopë. E para. E dyta e mësum, që ti s'ki qare pa mësu elmë, ti dhvyn dhija. Andaj njeriu që e ke përzjedh me marrë për ti e dijen, për ti të me priq të 6 sene ato. Për ti të me priq të 6 sene. Dhe me kontrolu vetëm tune vazhdimisht, se aja kom qëllu une që përrime që ta apo jo. Apo më barë që kënjëri për dyshimin bindi vla për bindis dyshim.
Sa përrime që të njëri, apo mjekën vezvezë të veç për mështohen ata. Çfarë po bën vakia? Apo mështohet syfatësia, apo mështohet sinqeriteti, apo mështohet çela mati. Ti të tjetri. Mirë, po nuk je ti tash me kohë me gjyku apo. Jo, aty ke obligime për ballë ti apo. Andaj ka thonë lemat rahimullah, ka thonë se nuk ka mundësi me mësu dhe me përfitu për njeriu të dijshëm përveç ai që i plotson këto 6 kushte apo. Don 6 me 6. Ti lip 6 të dikush, apo por edhe ai lip 6 për te apo. Çështot në këtë bashkim 6 me 6, apo arrihet përfitimi maksimal për djonëve edhe për të parës edhe për parës dyta. 6 çka pritën, ato 6 çka pritën prej atij që mëson ti i mësum. Mirë, ti që po të më mësu për tina, ç'a pritet për ti atë? Kanë thonë ulemat, nuk ka mundësi me mësu njeriu përveç në qofse kalon për 6 shkalla atë. 6 shkallë do të më kalu, apo për me mësu një informatër, për me përfitu për dikujt atë. Çfarë është e para atë? Ka ulemat awwaluha, e para është husnu sual, me ditë me vetë atë. Kërët bëva kja më net me djetarë të maj atë. Po zdi me vetë Allah. Qa me vetë këtë njëri apo? Rënë me njëri që bëva kja ka ilmë në dunja se ka, po të zdi me vetë. Kur që së përfiton për ti apo? Përfiton për njëri dishëm aj që din me vetë apo? Din me janë zirë. Aj që s'din me nëzirë, rënë me to, po së përfiton për ti apo? Që ta ka mundë si dikush që rënë me vjetë me dikan, me përfitu ma pak për njëri dishëm se aj që rënë shumë pak me dikan apo? Pse? Se kjo e din ku mi amar, tap i merë të dhe ecë. Kjo tjetër e aton s'ka ditë kur me fitu për ti duke e ditë me vetë mirë. Andaj, me ditë qysh me vetë mirë. Kjo është artë në vetë i du të me mësua. Qysh vetë e dikush. Andaj në edhe shpesher insistojmë që edhe në telefon kur ti dikush hoqë me vetë i shka për shemë. Jënë të regula, apo, që duhet me i pasë për kur të veç dikon. Se të unë kërkush se ka bërç me të nejtë 24 orë online për më të përgjigjë. E në të regula. Edhe ndodhë dikush të i thot, hej, hoqë, kësë vetë mira. Apo? Ose e pështilë pyetjen, s'di me vetë. Atër hoqë e thot, banë, s'banë. Ose nuk t'jep, dhe mon, hapësit një aftushme me kuptu që ka pëtë me thonë. Andë sarë të vetë mirë, ki me marë përgjigje mirë. Sarë të vetë shkeq, ki me marë përgjigje të keq. Kjo regull është ato. Ka shku një të Sufjan e Thauri rahimullah, i ka thonë, ja shekh, e kam një mesele të thjesht aty, veç s'me di apo. Ka thonë, shka gjuen njëri të thjesht pra, edhe vete për të. A ki thjesht po, unë e s'jam i thjesht, unë e me i komplikumë. E s'përfiton për ti, Sufjan e Thauri e ka para vete, s'përfiton për ti, se nuk din me vete. Ana ka thonë lemat, përfiton ai që din me vete, e para. E dyta, husnul insati wal istima. Pasi që ka vetë mirë, din me ngu mirë atë. Të njerëz nuk lënë u përgjigjë vëllai. Ta më ismu përgjigj njëri, ose të nisë me mësu dikon, përzihet. Po e di këtë hadith. E mos kam, do të përzihet, atëra ai që përgjigjet, po mirë këtë dhe ishte përgjigja. Pjesën e mbetur, ti e ke priu vetëm nga se ka pas mos i hala me të kallzu pe kanal vetë me atë. Në qofse në këtë rafsh, apo pse kjo në katër Allah. Musa alayhi salam e ka prish mësimin atë. Pse s'ka ditë me hesht. Që të thëtë pejgamberi rahimallahu akhi Musa. Allah e mëshiroi vllahun te Musa. Lau sabr, të kish bo sabër shumë sa ne i kishim mësuar. Po s'ka bo sabër. Ai ka thonë, "Qëra, po shoshnohesh me mua, po nga. S'ka me vetë atë. Unë kam e vëllë për ka punë çuditshme që ti s'tarruk më po nga. Masi ma ke besu mua me të mësuar. S'ka bo sabër. Çu shevrave një herë atë. Atë thonë mos vet. Kur e ka kallzuar arsyen, pastaj e ka kuptuar që ka arsye kjo. Po ka qenë vonë mos. Ka qenë vonë tash mos t'i japi mundësi më me mësu për me atë. Andaj duhesh më mësu me vetë mirë dhe duhesh më mësu me ngu mirë. Husnul insat wal istima'. Sa bukur kanë ulemat apo me ditë me hesht mirë edhe me ditë me ngu mirë. Këto dy janë me rëndësi atë. Ka se kanë aty kur flet, për shembull dikush e ka kap telefonin edhe po fal ti hoç me ty më. Ai hoxha thot, a mor vesh popo. Ka pas baki hala me kallzu, hala do të më kallzu. Çika se ti si vjen më shumë. Kush ka psu këtu? Ti ke psuar.
Se s'ki pas rast më përfitu për dikuj që bagi shumë ka pas ka me të thonë. Pa e ke privu duke e bloku në proces të mësimit të në. Husnul insati wal istima. E treta ka ulemat husnul fahm, me marrë vesh mirë. Tha koncentrau, nuk merr vesh mirë përse të opet ndëgjimin. Tash kemi ingjizime, kemi sen. Jo ka njerë vim të vlardi, po thamë pëpërujeve këto. Bjenë edhe thëtë, hoq, atë kujtohet me një ders kër e konë, pa të thonë që shtapën. Wallahi, kur s'këm thonë. S'ke ka marrë vesh, me u pamërum, do mënë, me aseru që ashtët, s'ki shpas mundësi me marrë vesh që ashtu keq ato. Dhe se marrë vesh ato. Sa njerë për shemë ka njerë e i thush, kjo ban me këto regula, 1, 2, 3, 4, 5. I e kë regullat, ka thonë hoqja ban. Hoqja ka thonë ban sa i ka me këto regula, 1, 2, 3, 4, 5. Jo pa regula, i zhvesh regullat, e një gjyst, po mdokët ka thonë që shtot. Kjo njëri që me po mdokët, me s'po mdokët, s'merë vesh mirë, s'ngan mirë, s'ka më si përfituat. Andaj duhet me marrë vesh mirë. Dhe mos undalë, deri dhe të merë vesh mirë, Allah. Përse të dhe të ndëgjimin e dersit apo. Pastaj ka problem se nuk ka punë ndëgjimi, shko vete. Hoq ti ke thonë që çfarë kuptimi ka? Mos i jap të drejtën vetes sonë ti me komentu, me dhon kuptime të zot nuk qëndrojnë në fjalë aty që ke ndëgjuar pitin atë. Prandaj e para është pyetja e mirë. E dyta ndëgjimi dhe heshtja e mirë. E treta cila ka? Kuptimi i mirë atë. E katërta ka ulemat el hifdhu. E majt men ka pak atë. E majt men. Në jetë në hadith që ka thonë hoxha, në fjallë dikuna, në mendim diku të në me majtë men, a që s'manë men, s'ka mundë si me mësua. Për shumë sonte, a këna përmenë sa pikat mira, ose në në kalun, këna përmenë pikat të rëndësishme, do më zdëshme. Në qofë se nuk i manë men, qka jetë për këti desi? Jetë veç, Allah knaqim, nuk di që ka tha veç knaqim, se kom harru, bajgë matë, që ka jetë apëta? Ku jetë mësimi, s'ka mësim apëta? Andë duhet me majtë men apëta. Që kjo është e katërta, e pesta ka ulemat e ta'lim, që ato që ke mësu për dikujt, shpejt me shku me mësu dikujt e trapsa. Ke ngujt dërës të shpi, në gjemi, shkom se e grujës të shpi jafë, shkom se e thmive, shko ka dheja ti jafë, përsëritja dhe mësimit banë që mu forsu të ilmit e tjafë. Edhe gjashta ka ulemaja, shkolla e gjasht, e këti përësit mësimit është me punu ma ato që i ke mësu apëta. Dhe të qka me pëksoj, nuk i mundësi me punu drejt me informatën që i ke mësu për dikujt në qovë se nuk i eduku me qëtë edukata. Pa mundës me është ato. Andë ulemat, si kurse ka thonë Ibn Mubareku rahimullah, apo, ka thonë, na kemi nevoj për edukat me qëto 6 pika, ma tepër se që kemi nevoj për informatët. Kemi nevoj për edukat, ma tepër se për informatët. Dhe për para, si kurse ka thonë Ibn Mesudi, na e ka mësu imanin para Kur'anit, që në këmë cëtë, na e ka mësu dëvëtshmërin, na e ka mësu edebin, edukatën, para se me na mësu Kur'an në për. Ase kur ka arë Kur'ani pas taj, ndërtuar në këtë bindje, në këtë edukat, ka arë shumë kalajab të. Mi po ku këmë e zbit ajeti, kejtë kërsha avur, kejtë lëmë, s'ka ku nalët informata, a shkën të rëshit të poshtë. E duhet me regullu, duhet me regullu pistën, ku atëran informata sigurta. Shumë thjeshtë. Informata sështë jote, është duar për në alti, ku të ka me atëru, s'ka ku me atëru. Dhe se këndrej zhvenin që duhet atë. Andaj po du me thonë që pre ati që ti mësën pre ti këto 6 sene atër, edhe lypi për ti këto 6 sene atër, pre ati që ti mësën për ti në atër, por para si me lypi këto sene 6 apo, ti ofrej këto 6 tjera atër. Unë e besoj se dhe kjo është e qartë, në mes e muslimanëve ka ose dishëm ose të pa dishëm, a ka tret? Jo s'ka tret. Ose o njëri dishëm për një punë, apo dhe përballë ti e ka një musliman të pa dishëm për atë punë. Qa është obligimi këtyre dyve? Obligimi këtyre dyve është që ky që din më mësu këtij që nuk din, dhe ky që nuk din e ka obligim më mësu këtij që din. S'ka tret tek muslimanët apo. Andaj këtu 12 pika që i ceka, 6 + 6, apo ose i 6 pikë parëve që tjerë të presin për teje, ose i 6 pikë dytve që pritet për teje. Që sot arrihet shoqënia e mirë vëllaznia. Që sot bëhet ato, kur dim çka po lipim, dhe kur dim çka fitojmë, dhe kur dim me vlerësu ato çka kemi fituar. Edhe pjesa e fundit, nuk du me zgjat shumë, sa Ibn Qayyim rahimullah, pjesa e fundit është që mos fal përveç se nëse je i bindur
se fjalët e ka dobi apo. Çish ka dobi? A më shtohet imani mu me qëtë fjallë? A fitej se vabë me qëtë fjallë? A bëjt e bëjt tërë po? Nësë asë nësë është, pëse me folë? Duke pas për asysh, ata që e ka përnën dhe me Qayyim rahimullah për pejgamberin sallallahu sallam, se ka folë vetëm atëherë, kur ka qenë i bindur se të folë të ti, bën dobi, dobi për vetën e ti, për imanin e ti, e pastaj për të tjerë. Në qofë se nuk ka është kja, ma mira me heshtë se me folë. Që kjo është pika e nëntë që për të ka folë Ibn Qayyim rahimahullah. Unë jam i bindën se padyshim këtë pikën e nëntë, sikur se janë shumë tjera ato, ka mbet shumë çka të thuhet ato. Dhe këto do të mbeten vazhdimisht, domthonë tema tona që rreth tyre do të sillemi ne vazhdimisht. Apo gania duke i përmendur të përgjithshme e pastaj duke shkuar duke i detajzuar këtë moral, por atë të mohabet skema apo. Na ç'do bëhet e kem. Na kem ose atë dishmë ne bëj që duhet dishëm, që na me vëpi këto gjersane. Ose atë pa dishme me bo që duhet me fitu edhe në të punë s'kemna. Apo, në këtu nuk kem duke shpres projektet bizneseve, që këtu kush vjen, din ma dhe që me fitu, në këtu punë nuk i dim, që kjo është malli jonë, e që kjo është preokupimi jonë, e që kjo është derti jonë, që me të vërtet që ta musliman, me qëto pika, me qëto përvoja, më bon nga ta që i dënë Allahu Gjallahu Ala, e pasaj kër Allahu i dënë, qëka t'ju qënë nuk i bën zarar më apëtë. Qëka t'ju qënë nuk i bën zarar më apëtë? Pa në sikur se ka thonë djetarë të me hershëm, fjala që del për gojës tonë, apo është me keqe për ty, se sa takimit me e gërsim në tonë. Andaj ka thonë lemat, ruaj nga fjala ma shumë se që ruhesh nga e gërsina. Ollë në murujt për fjallëve, që shruën për qeve, i shkon bagi një burni e ma që shmarit, më stasë për që shruën për lianit e për arushës. Po, pse ka në mos, ka nga se fjala e pa regulume, fjala e pa mendume. Ku qënë? Qënë gjehnem. Qëtër qënë gjehnem. Ndërsa takim me e gërsinë, edhe të hanë e gërsinë, ku qënë? Qënë gjennet. Andaj, që në të mirit ma shumë apën, asaj që qënë gjehnem, apo asaj që qënë gjennet. Në edhim që ato që e shpart besimtarin, që e shpartalon, e shkyjt e gërsinat apëtën, kënë një rëshëhet në gjenet apëtën. A në me gjithat, e din që shpërimi kjerë sa ruhësh apëtën. Ki kujdes për ti, sësë, kur s'dënë mu shkyjt për tina apëtën, ruhësh. Edhe pse e din se ki mundësim për në gjenet për tina apëtën. Apo, e pse nuk ruhëmi për i diqkave që nuk imi të sigurt, apo, që minimumi i saj është me përfundu tek dobësimi i imanit apëtën. Minimumi i saj është apëtën. Me përfundu tek ulja e deregjit tek Allahu që kemi. Mos lasëm pastaj përfund me përfundu në gjenem apëtën. Andaj të rujmë gjuhën, këse me këtë gjuhë i afrojmë meqët, por me këtë gjuhë i largojmë ata. Sikur që kam volë ulemat për këtë punë. Kjo është pika e nënë që thash pa dushim bete shumë për të folë për ta, por unë shpresoj që çdo kush për neve do të ketë pastaj ritakime me këto pika duke i shkru dhe duke i bërë projekte të veta se cila du mu bone. A du mu bo aj që jam se tjere të miren dhe qka du të tjerë me prit për meje, apo do të bëjmë nga ata që do të mësoj për tjerëve dhe qka pritit për meja. Duke i pas parasysh vazhdimisht ato 5 para që ka dhoni bëngjozi për to. A nërse të bajegi ka qenë ngarkuar dersi me pika të shumta, për këtë arsye shumë e nevojshme dhe rëndësishme që ne të përsëritim dhe shkruajmë dhe të mësojmë këto gjëra, nga se nuk kemi mundësi ndryshe të përfitojmë prej tyre. E na lutim Allahun xhallahu ala që të na jap sukses. Dhe lutim Allahun azza wa jall që të na bën risk shokun edhe mikun e mirë, të dijshëm, të sinqert, atë i cili me të vërtet me mençurinë e tij, me moralin e tij, me devotshmërinë e tij, me stabilitetin e tij në sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me lakmin për ahiret që ka jo për dunja, na ka për dorë dhe zbashku me to na çon xhenetin Allahu azza wa jall. Çka është ajo që na duhet ne votë? Në qoftë se ne kemi mundësi 8-5 me bë, hajde vëllai ti bën dikush 2 dikush 3. Bënë me një vëllai që vëllam, hajde po dom. Unë çu 3 apo ti ruaj me mushë 3 apo. Pash po munom. Tanë ne stai bëm 2-5, apo të 2 nimom e bëm dikon tjetër apo. Që thotë ti projektet tona që na duhen me realizuar apo. Dhe na më sa të bashkohemi dhe që thotë ti muhabetet tona vllaznia apo. Kur të rrimë, kur damë në mejlise, pa të hosh nuk pa të hosh na këtu dinë më i bu pasaj muhabet apo. Që me të vërtet çdo takim me musliman të digëzimit për neva apo. Dhe tjetë si kurse ka thonë Omer radiallahu ta'ala anhu, mos me qenë 3 gjëra, s'ka pasi me në dunia kur ato. Kur s'ka pasi me në dunia? Do si kurse ka thonë, e para, mos me konë mundësia me qitë
ballin sejdë, s'u vjen dunia me lëndë. Çfarë vjen dunia apo pas sejdë subhanallahu? Çka vjen dunia pas sejdë? E dyta ka thonë, mos më qenë që kam dëshirë dhe kam mundësi me nejt me njerëz të mirë, me përfituar nga fjalët e mira të tyre ato. Dhe e treta, me shku fisabilillah me dal, në luftë, në davet, ku do koftë. Çetria mos më kon, çka vjen dunia apo? Wallahi po. Çka vjen dunia pa adhurim të Allahut xhallahu ala, zvin kur jam. Çka vjen dunia pa shok të mirë, zvin kur të dunia pa shok të mirë. Dhe çka vjen dunia pa kontribut për fenë Allahut xhallahu ala, zvin kur jam. Andaj këto tria japin shije dunjas tonë ato. Dhe këto tria pastaj na bën që të ketë kuptim jetën. Po ndryshe, wallahi ato si dek si gjallë s'ka rëndësi më për ty ato. Kjo është çka na duhet ta arrijmë jetën e kësaj bote dhe të mundohemi që këto të lulëzojnë mesin tonë ato. Duke munduar vazhdimisht çdo kush prej neve para se të lyp për palës e tërë, mundohet që ai vetë tjetë që i pari i garanton këto nga ana e tij. Zoti xhallahu ala na përmirësoft, na rregulloft, na bëf atë që na don Allahu xhallahu ala. Dhe thash me këtë e përfundojmë pikën e 9 dhe të fundit nga aspekti praktik, kam edhe veç pika e 10, sa është e përgjithshme, po e rëndësishme, me të përmbyllim këtë udhëtim tonë drejt dashurisë Allahu xhallahu ala, e lutim Allahun që Allahu të na don dhe të na bën që duhemi në emër të tij. Me ka që japëm fundu sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimen kathira.